Këto zhvillime i diskutoj në këto momente me zotin Martin Lekaj, i cili është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje, faleminderit zotin Lekaj që jeni me ne. Ditën e djeshme ka patur një zhvillim shumë të rëndësishëm sa i takon kuvendit dhe kam parasysh këtu miratimin e kodit të ri penal konkretisht për nenin për gazetarët, ku dekriminalizohet shpifja, njerësh nuk do të jetë më një vepër penale edhe shpifja dhe gjithçka tjetër. Si e pat këtë zhvillim, çfarë do të thotë tani më për gazetarët, njerësh edhe për statusin e tyre? Ajo që dua të theksoj është e para, të gjitha këto projekt ligje që po bëhen ligje tashme në parlament, janë dhe duhet të ishin pjesë e atyre ndryshimeve për të përshtatur legjislacionin shqiptar me atë të Bashkimit Evropian, për arsye që dihen, ne jemi në fazën e fundit për hapjen e negociatave në Bashkimin Evropian. Neni për gazetarët sigurisht është për të përshëndetur, megjithatë, kjo është thjesht pikpamja ime personale, unë mendoj që dekriminalizimi i shpifjes duhet parë edhe në një aspekt tjetër. Sa ky nen do të përshtatet apo do të plotësohet me legjislacion mbështetës në mënyrë që të mos jetë thjesht a priori që ata që duan të abuzojnë përfitojnë. Do më thënë, edhe vetë gazetarët kanë kodet e tyre, duhet të kenë kodet e tyre etike dhe morale, por nuk duhet të lihet rrugë e lirë për të shpifur për këdo dhe kudo. E para, e dyta, që hap pozitiv është fakti që është një nen për mbrojtjen e gazetarëve në gjitha rastet e mundshme. Dhuna dënohet deri në 5 vite burg, kërcënimi deri në 3. Ky është hap shumë i rëndësishëm, gazetarët duhet të jenë të mbrojtur, ashtu siç duhet të plotësohet me legjislacion edhe fakti se kush duhet të quhet gazetar, sepse këtu në Shqipëri janë bërë të gjithë shqiptarët gazetarë, kështu që duhet të rregullohet ky lloj formati në mënyrë që të dihet se kush është gazetari në fakt. Pjesa tjetër është okay, por përveç ligjeve që janë shumë të rëndësishme, gazetarët duhet të kenë një tjetër ligj që është profesionalizmi, digniteti, emocioni i kontrolluar dhe pavarësia. Këto janë disa nga cilësitë që nuk vendosen me ligj, por duhet t'i ketë çdo gazetar. Duket sigurisht më shumë në kuadër të vetë rregullimit që gjithë gazetarët duhet të kenë bazë të kodit etikës edhe dokumenteve tjera të rëndësishme. Prap do të dalë kundër tezës së vetë rregullimit. Unë mendoj që në këtë xhunglën e madhe të gjithçkaj në Shqipëri, edhe gazetarët nuk mund të rregullohen me teorinë e famshme të vetë rregullimit, pasi vetë rregullimi ka quar gjithmonë dhe çon në një kaos total ku askush nuk kupton kush është gazetari, kush është shpifja, kush është. Po ajo tjetra quhet censur pastaj. Unë nuk e di nëse quhet censur, nëse unë deklaroj publikisht që ti mban armë pa leje dhe unë nuk dënohem, ndërkohë që kjo nuk është e vërtetë. Kështu që filli është shumë i hollë se ku ndahen të dyja, edhe ndoshta ky ligjëri mund të jetë një lajm i mirë, po sigurisht duke patur në fokus atë që ju thatë që duhet të ketë akte të tjera që duhet ta rregullojnë. Sigurisht. Mirë, megjithatë, ky ligj kaloi dje vetëm me votat e mazhorancës në bashkëpunim me PSD-n, 85 vota pro. Ata deputet të Partisë Demokratike që ishin në sallën e kuvendit votuan kundër. Si mund ta lexojmë diçka të tillë? Po, është Partia Demokratike me 7 apo 8 deputet që kishte në sallë, tregoi që është e pa interesuar realisht përveç retorikës që përmban, ndërkohë që votat flasin vetë që janë të mjaftueshme për të bërë të mundur shumicën absolute të
përfaqësimit të popullit në kuvend, kështu që s'ka çfarë teorie t'i vesh, plus faktit që ata kanë të zënë liderin e tyre, i cili vazhdon të jetë në Strasburg në ngjyrimet speciale të Albana Vokshit për të sulmuar narkoshtetin dhe Ramaduro, kështu që s'kam koment për këtë. Si pat ato deklarata të Berishës nga Strasburgu? Foli për seksin e tretë, ju rikthye edhe njerë tezës së Ramaduros, pavarësisht se nga zhvillimet e fundit është parë fare qartë rënja poshtë e saj. Do të përdorja diçka tjetër, po me që është ligji ka kaluar ligji gazetarëve, po frenohen pak, po vetë kontrollohen. Po pse? Është Berisha tashmë po bëhet për gjunat, për të thënë vërtetën, sepse ka marrë si ai një plak me trast, ku del në për fshat dhe kërkon qiqran helli themi ne, kështu që nuk po e vazhdoj me tej, por është po dëmtohet shumë, jo vetëm në opinionin shqiptar, po kushdo që sheh Berishën të shaj vendin e tij, të luftoj vendin e tij si narkoshtet, si qendra e botës e narkotrafikut, për Ramaduron, i cili ftohet të nënshkruaj bordin e paqes nga presidenti Trump, ndërkohë që para 2 ditësh pritet në Izrael me ndërimet më të larta nga kryeministri i vendit dhe flet për herë dytë pas presidentin Trump në Knesetin, parlamentin izraelit, me një fjalim të rëndësishëm dhe që na bën të gjithëve krenar, besoj, tregon që sa poshtë e ka ulur figurën e vetë politike, karakterin e vetë politik, një lider i cili pretendon ende të vinë në pushtet dhe që të cilësohet si lideri i opozitës në Shqipëri. Berisha ka humbur shumë nga personaliteti politik dhe gjithnjë e më tepër do të humbë, nisur edhe nga shumë sondazhe të cilat e transferojnë apo e qojnë Partinë Demokratike në nivele të paimagjinueshme dhe të papranueshme për një opozit e cila kërkon realisht të vinë në pushtet. Edhe e gjitha ajo që ka ndodhur dje në Strasburg duket në vazhdon e zhvillimeve që vinë nga Tirana? Jo vetëm nga që, po ai ndjehet lideri i opozitës son, si në ngrata nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Britania, ndihet i frustruar nga fakti që nuk ka lidhje dhe mbështetje nga ndërkombëtarët. Ne nuk kemi parë një ambasador të huaj të takoj zotin Berisha prej kaq kohësh, ndërkohë që e vetmja mënyrë për të kënaqur militantët e vet apo për të kënaqur egon e tij për të mbajtur gjallë në aksionin e vet politik është fakti që duhet të shkojë në Strasburg të zër vendin e Albana Vokshit dhe të flasë ato që foli për narkoshtetin dhe gjithë zezat që mund të ketë Edi Rama në Shqipëri. Nuk i bën der atij dhe nuk i bën der Shqipërisë. Nga ana tjetër, unë nuk besoj që në Shqipëri nuk shton asnjë vot, përkundrazi, dhe nga ana tjetër nuk shton dot as për krahin politike ndërkombëtare. Siç e thash edhe më përpara, një lider i opozitës që flet me atë gjuhë të vrazhd kundër kundërshtarëve të vet politik, që e quan vendin e vet kulmin apo qendrën e narkotrafikut gjë komplet e pabesueshme, është as më pak dhe as më shumë një lider i cili nuk mund të konsiderohet. Ka diçka shumë interesante sot
zoti Lekaj, që unë tuaj që ta diskutojmë së bashku, kam parasysh një ftesë, nëse më ta quajmë kështu, ka qenë një ftimi i ambasadës amerikane në Tiranë, që ka përmendyer se do të jenë 4 deputet të rinj, pra që janë mandatin e tyre të parë, të Partisë Demokratike, konkretisht Ivi Kasu, Ledina Allolli, Blendi Himçi dhe Besar Xhaferi, që do të shkojnë në një program për udhëheqjen në Washington. Si duhet ta lexojmë diçka të tillë? Një ndarje fikse nga e vjetra e Partisë Demokratike dhe një dhënie mundësi për këta të rinj? Unë mendoj që ndarja ka ndodhur përderisa e vjetra përfaqësohet nga Sali Berisha, dhe Sali Berisha është në ngrada nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, kemi një hap më tej, pasi këta të rinj konsiderohen si njerëz të cilët janë më pak të zhveshur nga sindroma e autoritarizmit dhe e berishizmit në përgjithësi, dhe ftesa që ju vjen vetëm këtyre të rinjve është një augur i mirë që tregon që administrata amerikane e shef demokracinë për qasje Partinë Demokratike e shef vetëm tek të rinj dhe tek ata që janë shumë më larg skemave dhe modelit të Berishës dhe berishizmit në Partinë Demokratike. Është shumë interesante se në moshë të rinj janë edhe Berit Këlliçi ose Gazmend Bardhi, po ndaj tyre nuk ka patur një ftesë në këtë rast. Pra duhet mandati i parë. Unë nuk mendoj që e kanë me moshën, sepse siç dashuria nuk njeh moshë, edhe politika nuk njeh moshë. Njeh moshën e ideve dhe prosperitetit që mendohet të ketë, apo vizionit që duhet të ketë një lider. Berit Këlliçi, fjala vjen, apo Gazmend Bardhi janë bërë më berishis se vetë Berisha, me qëndrimet dhe gjithë aktivitetin e tyre politik në mbështetje të tij në Partinë Demokratike. Këta janë disi më larg dhe kjo tregon që nuk ka fare rëndësi mosha, ashtu siç nuk ka rëndësi mosha biologjike e vetë liderit Partisë Demokratike, i cili pretendon në moshën e thellë të tretë të tij të vi në krye të shtetit shqiptar, kështu që është gjithçka e lexueshme që amerikanët preferojnë të rinj dhe një model tjetër nga modeli i vjetër i partisë së Sali Berishës dhe berishizmi që ai përçon në Partinë Demokratike dhe në liderit, qofshin ta edhe të rinj që e përkrahin. Besar Xhaferi pati në një moment caktuar një qëndrim ndryshe kundër u lexua ndaj Berishës, disa muaj më parë. I lexoni këta 4 emra si të ndarë ndoshta tani nga Partia Demokratike, duke patur parasysh në gradën edhe mesazhin që thamë që vjen nga SBA edhe përmes kësaj ftese për Berishën? Unë nuk është se i lexoj të ndarë, unë i lexoj si njerëz që mund, edhe me të tjerë, që në Partinë Demokratike mund të bëjnë ndryshimin, por e kam të vështirë të kuptoj faktin që si mund të bëjnë ta ndryshimin, ndërkohë që kemi një shembull konkret, zotin Saliani, që është pjesë e të rinjve të Partisë Demokratike, dhe atyre që kanë dalë kundër leadershipit apo metodave të leadershipit të Partisë Demokratike, dhe që në fakt janë të menjanuar, janë me gjuhën e liderit Partisë Demokratike janë të vetë përjashtuar, por që e pam në fakt që në protestën e fundit të Partisë Demokratike, ai ishte, edhe pse ishte në protest, ishte i menjanuar nga bloku, ndërkohë që po t'ishte partia ajo që duhet t'jetë demokratike dhe që ka dhënë shembull në vitin 2005 kur fitoi zgjedhjet që mund të krijonte një ide ndryshe në Partinë Demokratike, ai mund të ishte në tribuna apo në ballë të protestës, por që nuk e qas si njeri. Kështu që
Jemi ende në status quo, Jemi në status quo, jemi në fazat e para, por me dhimbje them që me këtë metodë që përdorë Sali Berisha për të mbajtur të shtrënguar radhët në Partinë Demokratike dhe për të siguruar pozicionin e vetë në krye të Partisë Demokratike, nuk mendoj që këta zëra do të mund t'ja dalin. Ose do menjanohen, ose do përjashtohen, ose do të vetë përjashtohen, ose do të injorohen. Ose do presim zgjedhjet që janë pranverë. Të cilat I ka fituar. I dim se i ka fituar dhe do të fitoj Sali Berisha dhe s'ka asnjë shans tjetër. Faleminderit Lega, faleminderit shumë që ishe me mua, faleminderit për analizën që ndave drejt për drejt me na.